Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të martë në qytetin e Beratit, ku një 42 vjeçar humbi jetën pasi u godit me thik gjatë një konflikti të çastit, ndërsa autori i krimit u arrestua disa orë më vonë. Sipas policisë, pas një ndjekjeje që zgjati rreth 4 orë, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i autorit të dyshuar, shtetasit Kristo Mema, 63 vjeç, banues në Berat, i cili më herët ka qenë i dënuar për veprën penale vrasja. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:10, ku pas një debati për motive të dobta, 63 vjeçari ka goditur me mjet prerës 42 vjeçarin KH, i cili më pas ka ndërruar jetë në spital si pasojë e plagëve të marra. Autori u lokalizua dhe u arrestua në lagjen Kala, pranë Tabjes, nga shërbimet e komisariatit të policisë Berat, në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të policisë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme ligjore. 22 vjeçari që ishte atje për të vizituar Kalan e Beratit së bashku me familjen, ka rënë prej thikës së 63 vjeçarit, i cili ofronte shërbimet e tij me kal për turist në lagjen Kala. Mësohet se viktima është konfliktuar me autorin Kristo Mema për fotot dhe xhirot me kal, dhe në debate sipër autori ka nxjerrë thikën dhe e ka qelluar disa herë. Pas kësaj autori u largua nga vendngjarja, ndërkohë që 42 vjeçari Keli Hoxha u transportua me ambulancë drejt Spitalit Rajonal Berat, por nuk ka mundur dot t'i mbijetoj plagëve të marra dhe ka humbur jetën sapo ka mbërritur në spital.